Grupi Drenica ka qenë edhe general Samil Shtoku. Po. Po shpesh herët kanë akuzuar ty që ja ta ka blen libanes, jo i ke dhënë pore, i ke marrë pore. Në fakt, ç'është njëjtë me Samil Shtokun, edhe çfarë personi është? Me Samil Shtokun unë s'm njoft kur. Ai ka qenë general i unë, po s'ku po son s'mo ko lufte me naj çto. Me thon as mas lufte, kur njët s'kum pi kafe me ta. Dek të na ku na kanë ngrita këto akuzat, sa ty mi njoftu edhe kemi fol me njëri tjetrin. Pse ai ka pas shoqërinë e vet, rrethën e vet, unë kam pas shoqërinë mirë rrethën e vet. Edhe generali atë akuzat që ka bërë ti, ju ka bërë pa bazë. Është marrë atë akuzë me lexu çka shkruan ta. Fëmia me pas, mu më duket se çka kish pas konta në për të bërllogën në Drenis, ishin shku kishin të buë sa kanë gjukë të tërkosh, veç me najqit neva atë. Edhe kjo është. Çfarë mendimi keni për general Samil Shtokun? Unë e kam mendimin është njeri shumë i mirë, njeri shumë i qetë, kjo nxa venin Ademit. Ademi Jasharit? Po. Po shoku më i ngushtë i Ademi Jasharit. Po shoku më i ngushtë i Ademi Jasharit. Edhe familja Jashari kanë pas shumë raporte të mira. Do të me lo politiken, se politika kret nga tresat për najbje. I kanë pas raporte shumë mira me to. Me Ademin, me komandonin legjendar. Me to. Ka qenë shok i afërt i tij. Ky do të mi ditë, veç do të mi këshyra aksionet që i ka pas Drenis Samil Shtoku. Me forcat serbe. Ishte tërsa në skemi që ka me... Edhe do të me di shfanjeri ko. Mirë po, nuk po mja hu vleftën. E vërtet. Mu do... E çka mendoni për donjerë që po e fyjnë, po e shohin figurën e... Si sa veç një. Ai që i shon ushtarë të që kësë, ai që i shton veteranët, invalidet, e prorët, përgjësi u që kënë. Ai nuk o njeri, a përse që të gotë. Qështë që ke gotë, së në komara ka që me qitë ndarësme, po këtë me qitë zbonët, veç në që është e kësha thybje. Ja, mos e zë, të kete e frillë, s'ke... Më polë, po, ku më ma sho mu dikush nënën, kur e kom dvrane, ma kam vra shkit. Ku më ma sho babën, e kom dvrane. I kom gjdukën si kom gjithë halo kufumat. E ta isha qëtë në internetet, shërë me t'jasharit, kështu ja bob shanonës. E qa mi bati? Unë se kësha një penalisht. Po e një ku kështu, ka të narqe, me kanon. Me dhe penzu se lo, s'ko ka ikë. Ka ndodhur një rast, qështu, a? Ka shoh një unë edhe ke shku të... Ka shoh një unë edhe i kum shku në shtime, edhe i kum thonë që qka, dil ku i e. 3 ditë e kum lip. Pse? Ti në kosh burë, në kosh asi burri. Pse pe shoh njerin, dilin rrugë. Unë zdi me shoh njerin. Zdi, si mësu me shoh, nashta muj me bo fjallë me të mu mytë krejt, po me shoh se shoj. Veteran të luftës, invalid, pa morë parasysh. Unë e kum qenë burg për para, së më rënsi për çka jam ka. Kum pas njeri që koj denu 25 vjetë që ja ka shonë anën. Se ka bajë se shqiptari tradite kemë. Ta që kanë qitë nënën hullaqë. Hullaqë e ka dush, e shoh, e ka dush, e rrë, e ka dush. Po nuk shka në shka. Heron, po. Herona. Heron dhe po që ju nëzit. Ja, në nëzit. Veç një. Unë halasja kum gjithë ku fomat prindve, ja kum do venin. Nonës edhe babës kum ishti me vërës. I kishë dukur. Po. Edhe moj i mytë që i gjoj këfumat e tyne, e qëtë në internet ku hina tjetët, këj komandant të lypë mja po kështu. Ti bon mja kështu. Ti nuk shko bre, na jem shqiptari, i kem traditat tona. E vërtet. Jetojmë një ven tonë qetë, po e mire në ka qupesh. E pse unë zëjtë e ashtu? Më falë, e di pse në zëjtë. Pse, këtë gotë që ku më thymë ka pason një unë i shtirë, e s'ku mujtë me nëzonë ati me t'ja bon, se s'po mujtë me shoh, e merë dhe i farë momenti edhe thejva që ta. Po, me dhe pika të zëjtë tonë që të më shonë, ko mu përbalu unë kur tybe në lejmer kërkon. Veç, po që sa tetëm në herë, ko me pos të lashëm me mu. Se si kom bërë që tu më ma shoh. Kemi pos në edhe i mirin këtu që kanë ngrej akuzat rona, drejtuar general Samil Shtokut duke thonë që ma ka vrau vllavin, e vllavi ju ka shkolleru, po. I meri në vetë në përmjes e kronit që kum posa se një heqë. Kur një s'kum najtë me tha. Kanë thonë, kur t'hup senin dysha gjithë kanë. Këty ju ka vrallahu dyshan. Po nuk bo me dyshu në krejt Drenisën. Ma ka bo këj, vendos dikon, ngu le grepin. Te peshku, që këj peshkom, që këj
persona që ki komandon to, jam I morë tonë për guje. Unë nuk e shë të arsyeshme. Si unë që tash me thonë mu kanë bëra bobe, në tash me Për çfarë mesazhi ki dërguar ti? Vallaj, unë edhe një, kisha pas një që unë masë se një nuk kom qef me ofendu, I ka shku moshli, I ka shku vlov, po sa ma pak me mon pjesë në misione, edhe sa ma pak me full, edhe me gjithë vërteten, kusha personi që ka kryat vepër, e mas me kop njerëzit, jo ma vrojti Hashimi, masanej tjetri, jo ky, nuk shkon, do të me vendos njeri. Edhe një, unë që tash, nashta ma kish vrojti kush njët familjes luft. E s'pasha zoten, nuk e kisha po pa din hogë. Në mu isha, në ato metodet e mija, kisha ma rogë, mësë mu isha, kisha prit. Nuk isha shku në hogë, me I bo pa di, se nuk pede në hoga, veç Hashimin. Po pëdën edhe tyje, mua, tonë, për në dhe në tonëve. Se po thot tash, a pishe që po thot Puqiqi? Kjo është thot një grupë kriminal, në qofë se fitujmë e dënuhen këta, do të kthejmë Kosovën. O vëlloj se ka këthi Kosovën kur mo, I ka de Kosova, se qizme zezë e shkavët, se ka shkel më të rrështë. Bravo, Dozokiti, bravo, e vërtet. Edhe, po na duhet me vendos, me lo partit, me lëshu ka pak E për një farë Sokol Halili që po e shohën generalin a Shisha, as Sokol Halilin nuk e njo, vetëm Pasun nuk e njo, po veç e kom ponë në për... Po, vetëm që kom po kështu se njo. Mirë sot u po paj, problemet që kanë mes veti, unë ato probleme nuk e di, I kanë do probleme dvogla, nuk o mirë me I botnoja, nuk o mirë me sho, nuk o mirë me fy. Mu, veç një I marrë me lushtokët lakmi. Kur hala nuk e kom po një mesazh që ka sho një njeri, në Facebook, në TikTok, ka konë as me fy, me fjolla, diqka. Personalisht aj. Po e vërtet. Edhe burit du të mi mboj që të sene. E këta nuk është mirë, me fy kërkonin, gjithko shko fmi, gjithko shko sebepa. Që shi do këtë që më përbëm dikur kur më shonë mu, e kom qikën 40 vjetë për pjetë, I kom fëmin tonë të rritë, thotë, që në marë po mama të të bobe, I kom djallin, I kom nipin, I kom ato. Edhe që të dorën zemër, që as takona më të abu dikush, mëse e bë kërkuj. Shumë e vërtet. Po, komandant ti ke morë pjesë në 3 lufta? Unë e kom morë pjesë 3 lufta. Po? Kom morë në QK, Po? Preshev Bernas me dveç, edhe në Macedoni. Po. Je themelus I AKSH-s? Po, e vërtet është, kom qenë burë për themelus e AKSH-s, e kom bujt burgun. Armata kombëtare shqiptare? Po, kom qenë pjesën veriore të Mitrovicës, në Borg 2004, në 6 muaj det, ku ma ka nukuzu për terrorizëm.